Të nderuar deputet, nderuar kryetari Haxhiu, I dashur kryeministër Kurti, zënës kryeministra, kolegë ministra, të nderuar gazetar, të dashur musafir që jeni të pranishëm në këtë seancë. Nëse duam ta konceptualizojmë atë që ka ndodhur më përmendja prej vitit 2019 në Kosovë, nga aspekti I krizave, atëherë mund të them që 3 kriza na kanë ndodhur në 4 parë zgjedhje për 7 vjet. Dhe që të 3 krizat e kanë pas formë edhe arsye themelore për pjekjen për mos pranim të rezultatit zgjedhor, ama sakt me thonë është edhe përpjekje për përmbysje të rezultatit zgjedhor si reflektim I vullnetit të popullit. Kriza e vitit 2020 e ka pas formën e daljes së LDK-s nga koalicioni me vetëvendosjen, edhe përmes bashkëpunimit me PDK-n rrëzimin e qeverisë Kurti 1, pra një mos pajtim që kryeministër me qenë Albin Kurti, edhe një mos pajtim që populli pse ja ka dhonë mandatin lëvizjes vetëvendosje me qeverisë. Kjo më përmendja që ka qenë thelbi I krizës së parë. Tash nuk du të hyjnë gjitha krizat e Kosovës, se me nisë për vitit 2001 me siguri kanë qenë edhe tjera, po unë po flas vetëm prej momentit kur ka fitu lëvizja vetëvendosje. Kur ka dalë e para në zgjedhje lëvizja vetëvendosje, na ka ndodhur 3 kriza. Kriza e dytë ndodhi nga bashkimi I të 3 partive politike, I 3 grupeve më të mëdha politike opozitare, për bllokimin që të themelohet qeveria Kurti 3. Dhe këtë blokad e pam për gjatë gjithë vitit 2025 deri në dhjetor, kur u majtën zgjedhjet e fundit. Cili ishte qëllimi? Mandati ishte I qartë, lëvizja vetëvendosje I fitoi mbi 42%. Populli tha kryeministër do të me qenë Albin Kurti, dhe faktikisht u pamundsu. Kjo, prej shkurtit të vitit 2025 deri në dhjetor, kur kjo krizë, kjo blokad e grupeve parlamentare, opozitare na çoi në zgjedhje si modus I daljes nga kjo krizë. Sepse shteti këtë mekanizëm I ka. Ai parasheh edhe mekanizma të daljes nga kriza. Ose kime të qeni suksesshëm në zgjedhjet në institucioneve, ose ato pastaj në këtë rast parlamenti shpërbëhet edhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Dhe kriza e tretë është kriza të cilën po e kalojmë tash. Kjo është bashkimi I subjekteve parlamentare këto opozitare për me e shfrytzu çështjen e presidentit që përmes pamundësimit të kvorumit të çojnë në zgjedhje. E cila është shpresa e tyre është që përmes kësaj, përmes shfrytëzimit të institucionit tjetër, të një institucioni tjetër në këtë rast, që është presidenti, që nuk ka lidhje me qeverinë, me mujt me rrëzu qeverinë. Kjo nëse dojmë me citu Machiavellin, I bjen me shku shumë larg. I bjen me shku shumë larg në betejën politike, me shfrytzu edhe një pozitë shumë të nderuar, siç është pozita jonë më e lartë, që e parasheh kushtetuta për me rrëzu pozicionin e qeverisë edhe të kryeministrit. Mendoj që të 3 krizat e kanë qëllimin e njëjtë,
por me metoda të ndryshme. Në krizën e parë u modifiku koalicioni qeveritar për me rrëzu qeverin, në krizën e dytë u pamundësua vetë krijimi i qeverisë, për shkak se numrat nuk shkonin deri më shumë se 57 dhe 58 ndonjëherë, dhe kjo kriza e tretë është që me pamundësu kuorumin e presidentit për me rrëzu qeverin Kurti 3. Mu ma mërmendja që i njëjti qëllim është. Në të trija këto. Unë e di që politika, le të themi, i ka mjetët e veta. Po unë e di që politika duhet me pas edhe një minimum të integritetit. Edhe një minimum të integritetit. Nëse nuk kemi respekt për njëri tjetrin, nëse na ka hup krejt respekti vetëm për neve me të tjerët, edhe që po mungojnë, po tek e funit që ndojmë statusin e njëjtë. Dikush në qeveri, atje dikush si i përfaqësues i popullit, si deputet, prapë se prapë ndojmë këtë hapësirë, sepse këtu e përfaqësojmë popullin, ne si ekzekutiv edhe deputetët si legjislativ, prapë se prapë integritetin politik do të më na ardhë për respektit të popullit s'pako. Për respektit të atyre që janë qumë me votu, e kanë marrë mundin e tyre me kry obligimin më të lartë kushtetues, e kanë shpreh këtë vullnet, edhe ja kanë dhënë mandatin e qartë qeverisë. Përmes metodave tjera që kjo po don murdhzu tash. Edhe është shumë interesant kur po don murdhzu. Po don murdhzu pas 4 muajve. Se unë e kuptoj kur gëzohet para mas 2 viteve, mas 3 viteve, e kuptoj kur ki përpjekje serioze me rrëzu një qeveri, kur ka plas një skandal shumë i madh, i cili e përfshin krejt shtetin e, krejt shoqërinë, një skandal që nuk mundet me përbi as populli. Organizohen krejt edhe në rregull, në Evropë ndodh shpesh. Edhe kemi pa kësi raste. Është krejtësisht në suaza të zhvillimit normal të politikës. Edhe këto janë mjetet që i ka politika. Por kur populli ta ka kallëzu qartë se cilin mënyrë meritore, vendin e tij, edhe fuqinë e tij politike, mas 4 muajve mu qu edhe me shfrytzu një mjet të tillë politik për me erxu një qeveri e cila jo vetëm që populli e ka përshëndet, se aja ka përshëndet mas pari me votën e vetë, s'ka pas nevojë me bot deklarat për shtyp. Populli e kryen këtë obligim me votën e vetë. Por edhe në planin ndërkombëtar për gjitha qeverive në Evropë të meqvetan, o përshëndet një qeveri me legitimitet të freskët, e sa po dalë prej zgjedhjeve.